kushtetuta. Nuk u zgjodh si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese dhe që s'mund të rrinte asnjë ditë në detyrë. Jo. I dyti mori 7 vota dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhan asnjë votë. Këtë shu është që ta marrë aty. Ishte një zonjë aty, ato që ajo nuk shkoi vetë aty. Aty në KLP e dërguan komisioni i SKAP-it. Dhe shkoi atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP nuk menduan të japin një votë, nxorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjon përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga pararenës i tij, që s'ka kushtetuta as ligj, po këtu është zbatur kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okay. Ata është gjërsa kanë ra dakord, nuk i di. Normal, në institucione votimi është i mbyllur, po ata kanë ra dakord vetë dhe s'mund t'ja diskutoj kush atë të drejtën për të vendosur si do të votojnë.